Jam në qendër të Palermos, në Teatro Massimo, një prej teatrove më të mëdhenj të botës, i bëri famshëm me filmin Godfather, kur në këtë shkallë Al Pacino humb vajzën e tij. Është një prej historive të kinematografisë, por njëkohësisht është një reflektim i historisë, një prej qyteteve më të çuditshëm të Italisë dhe më të çuditshëm të Evropës. Një qytet i paragjykuar shpeshherë për mafjen, jetën e tij, problematikën, një qytet i mbushur me një kulturë të jashtëzakonshme. Palermo ka rreth 650.000 banor, rreth 11.000 prej tyre janë arbresht italisë. Me siguri ka dhe një numër të madh të komunitetit shqiptar. Është absolutisht një qytet magjepës, i mbushur me turistë të cilët lëvizin nëpër rrugët e tij, kryesisht për atë që quhet trashëgimia kulturore. Një qytet që veç Teatro Massimo, një nga më të mëdhenjtë e Europës, ka marketin e tij të jashtëzakonshëm, ka kisha dhe xhamia të vjetra të kthyer në kisha fantastike. Është një qytet i cili shtrihet buzdetit dhe ka një histori të fortë të shkuarës, por dhe një histori të ditëve aktuale që lidhet kryesisht me mafjen dhe me historinë e 3 gjyqtarëve të famshëm, Generali Della Chiesa, Giovanni Falcones dhe Paolo Borsalinos. Po kush është, po themi, historia pak a shumë e Palermos, e cila kaloi nga duart e fenikasve që e themeluan, më pas e morën arabët, pas arabëve nomadët, dhe që në shekullin 19 ju bashkuan mbretërisë italiane. Është një histori interesante që do ta zbulojmë përmes 3 vendeve të ndryshme ku do të shëtisim. Kjo është pjesë e jetës së përditshme në Palermo, një qytet i mbushur me turistë dhe një qytet i cili jo vetëm në pjesën po e quaj më të përditshmërisë, por edhe historikisht është një nga qytetet më interesantë të Italisë. Një vend kryqëzimi mes lindjes dhe perëndimit, mes kulturave arabe, mesdhetare me ato që vinin nga Europa qendrore. Ky është një paraditë normale pushimi në Palermo, kur këngët italiane të viteve 60, që e bën Italinë famshme në gjithë botën, luajnë pothuajse në gjithë sheshet e saj. Unë kam zgjedhur një nga sheshet kryesore për të vijuar prezantimin e Palermos për një arsye shumë të thjeshtë. Nuk ka asnjë shesh tjetër ndoshta që të mund të pasqyroj kryqëzimin e kulturave dhe njëkohësisht ketë një lidhje me Shqipërinë. Jemi në sheshin i cili ka praktikisht 4 objekte kulti, një katedrale përballë që është një nga më të mëdhajet e qytetit, më pas kishën e admiralit, që është kjo kishë këtu. Është një kishë rrallë për arsye se aty kryen rite të besimit katolik roman, por edhe ortodoks oriental, bizantin. Është kisha e cila shërben njëkohësisht edhe si bashk katedrale për shqiptarët e Piana dei Albanesi, ose të horës shqiptarëve, të cilët kanë britur nga Morea, nga pjesa e Shqipërisë së Jugut, rreth fundit të viteve 1400. Ata kërkonin një kishë ku të faleshin në ritin e tyre bizantin dhe ju dha kjo kishë admiralit e ndërtuar në vitin 1241 nga një admiral sirian dhe e zgjeruar më pas. Kisha shërben si për ritet katolike romane, ashtu dhe për ritet bizantine orientale, por ortodokse. Gjë më interesante është se kjo kishë dhe në përgjithësi shqiptarët e horës së shqiptarëve ose Piana dei Albanesi nuk i varen nga Patrikana e Stambollit, pavarësisht se kryen ritet ortodokse bizantine, por nga kisha katolike e nga Vatikani. Pra, është e çuditshme që Vatikani ka në varësinë e tij dhe një rit bizantin ortodoks. Kjo është dhe katedrali e shqiptarëve, mund ta shihni, por ngjitur me të është një prej xhamive të famshme të Palermos. Në vitin 831 arabët e morën, pra e pushtuan Palermon duke kthyer atë në një prej qyteteve më të rëndësishëm të Mesdheut. Ata ndërtuan shumë xhami, 4 prej cilave ende mbijetojnë. Është kjo xhami këtu që për momentin është kthyer në kishën e Cataldos. Natyrisht ata kthyen në xhami një sër kishash aktuale, por më pas edhe xhamit e ndërtuara prej tyre në vitin 1071, kur normandët erdhën dhe e morën Palermon, u rikthyen sërish në kisha. Cataldo është sot një xhami nga brenda dhe kish nga jashtë, pamje që mund të shihni se janë shumë interesante. Po historia e Palermos, sa ç'është e lidhur me historinë e saj, pra po them me të shkuarën e saj, me kryqëzimin e kulturave, me marketin ose me pazarin e famshëm, me teatrin Massimo që tregova, me kishat, aq është e lidhur dhe me historinë e mafjes.
Duket se mafia siciliane ishte një prej mafiave më të fuqishme italiane të kohës. Ajo filloi të vepronte në Sicili dhe më pas në Italinë e Jugut. Kjo që po shihni në këtë drejtim quhet discesa ose po quhej pjertësia, rrëpira e gjyqtarëve. Është shumë interesante sepse emri rrugës është shumë i vjetër, por historia e Palermos u lidh shumë me emrat e prokurorëve dhe gjyqtarëve të periudhës së viteve 80-90. Në vitin 1981 ose 82 në fakt ndroi jetë, generali Della Chiesa, një general i karabinierëve, mbriti në Palermo për t'i dhënë fund sundimit të mafjes në qytet. Ai bëri gjithçka që mundi, duke hequr pjesën e korruptuar të policëve dhe gjyqtarëve, duke i zëvendësuar ata, madje bindi parlamentit italian që të kalonte një ligj që mban emrin e tij, ligji Della Chiesa, ku i kërkoi mafiozëve të justifikonin pasurinë e tyre pa u kapur në faj. Ja ku është discesa dei giudici, e cila është e shkruar në pjesën dhe vijon edhe më tutje. Generali Della Chiesa u vras bashku me personat e tij të eskortës dhe me bashkëshorten e tij, e cila deri momentin e fundit deshi të rrinte pranë tij. U vra nga mafia italiane. Me vrasjen e Della Chiesës, dy gjyqtarë të tjerë, dy prokurorë të tjerë, Paolo Borsalino dhe Giovanni Falcone, nisën betejën me mafjen. Ata arritën të krijojnë ta vendin në vështirësi të jashtëzakonshme me mafian, e cila deshit kundërpërgjigjej. Fillimisht Giovanni Falcone u hodh në erë, ndërkohë që vinte nga aeroporti i Palermos drejt qytetit. Dhe ca muaj më pas, pra pak muaj më pas, Paolo Borsalino, një prej kolegëve të tij, u hodh në erë bashku me eskortën e tij, edhe Falcone me eskortën, ndërkohë që po shtypte zilen e derës së nënës tij në një nga sheshet e Palermos. Ata humbën jetën, por që nga ky moment mafia e humbi sundimin e saj, dy prej ekzekutorëve kryesor tyre, Toto Riina, Bernardo Provenciano, por dhe mafiozë të tjerë niveleve më të ulta u arrestuan brenda 2 vjetësh. Palermo filloi të marrë jetë dhe me mija njerëz dolën në rrugë për të protestuar kundër mafjes. Ishte hera e parë që qytetarët në një farë mënyrë rebeloheshin me mafjen e cila kishte kontrolluar qytetin për më shumë se një shekull. Kjo është pjesa historike e qytetit. Tashmë po hym në pjesën më interesante, shiheni pjesën që zbret poshtë, është një prej rrugëve tipike që kryesisht i takon fillimit të shekullit të 19. Në fakt nuk është aq e vjetër sa pjesët e tjera të qytetit dhe që sot janë kthyer në pjesët më vibrante të një qyteti që jeton me turizmin. Do shkojmë të shohim tani disa nga rrugicat e ngushta që i takojnë pjesës më historike të Palermos së vjetër dhe që janë ajo që quhet sinjatyrë e Palermos. I stay really good, and then in that moment I couldn't speak. Një pjesë tjetër e asaj quhet Palermo e fillimit të shekullit 20, ku rrugat janë zgjeruar, ku disa ndryshime ka. Megjithatë, aty këtu ti mund të shohësh kombinimin e dy kulturave të ndryshme. Kulturës së fundit të shekullit të 19 dhe mesit të shekullit 19 që është në këto shtëpi të thej, me kulturën fashiste që është përballë. Shiheni, ndërkohë që kulturalisht ka ndryshim madh, sepse në këtë pjesë këtej mund të shihni një ritual tashmë që i takon një bote që nuk ka lidhje me Italinë. Shiheni. Dhe që është pjesa e emigracionit që ka mbritur në Palermo së fundmi, jo vetëm Palermo, por në gjithë Italinë. Dhe që është një pjesë e një kulture të re. Më pas është një lloj ekspozite e niveleve të ndryshme të arkitekturës së shekullit 19 dhe 20. Kjo është pak a shumë jeta normale në Palermo, një prej qyteteve më problematik por dhe më interesant të Italisë. Palermo lifestyle.